Jemi rikthyer në studion e Start në këtë pjesë të fundit të emisionit në pak minuta për të folur pikërisht për presionin e shoqërisë tek të rinj. Të rinjt shpeshherë në fakt gjenden përballë presioneve të ndryshme, qoftë materiale por qoftë edhe sociale, kështu që do të diskutojmë më shumë lidhur me këtë me psikologen Anthi Gjoka, të cilën e kam të ftuar në këtë momente në një lidhje të drejtë për drejtë Skype. Anthi, përshëndes. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Do doja ta nisnim me një herë duke përmendur disa prej formave më të zakonshme se si një i ri sot gjendet përballë presioneve të shoqërisë. Cilat janë ato? Atëherë, si fillim dua të them që ngjarja në fjalë për adoleshentin që është hedhur nga dritarja e shkollës ishte një ngjarje tronditëse që na ka trondit të gjitha, dhe në një bisedë me koleget e mia duke biseduar për problematikat e shoqërisë në adoleshencë, të hidhesh nga dritarja për një bazë, gjëja e parë është pasqyrimi i presionit, mungesa e vetvlerësimit dhe boshllëku emocional. Në rastin e fjalë, presioni i bashkëmoshatarëve, adoleshentët i kanë problemet nga më të shumtat, por problemi kryesor që i shoqëron adoleshentët është që ato i ftohen sfidave për të pranuar ose për të ftuar në shoqëri. Pra, vetë rrezikojnë veten thjesht për të pranuar në shoqëri. Dhe në fakt ky është një problem, unë nuk e nisa duke përmendur rastin Anthi, në fakt sepse ky është një alarm patjetër për të gjithë ne, por e nisa duke përgjithësuar sepse kam përshtypjen presioni i shoqërisë është një nga shqetësimet më të mëdha në mesin e të rinjve. Shpeshherë familjarët shqetësohen, duan gjithmonë të njohin miqtan dhe me të drejtë në mënyrë që të jenë të bindur që ne jemi të sigurt me njerëzit që frekuentojmë. Kështu që do doja ndoshta të ndaleshim shkurtimisht tek disa prej sinjaleve se si një prind apo një mësues apo një më i rritur mund të kuptojë që një fëmijë po përballet me presionin e shoqërisë, pikërisht për atë dëshirën që ti e përmendë që të ndihen të pranuar. Prindit duhet të kenë një komunikim të hapur me fëmijët dhe të kenë një dialog ku fëmijët e tyre ashtu siç tregojnë kënaqësitë të tregojnë dhe frikrat. Pra, roli i prindërimit është baza kryesore. Duke patur parasysh që sfidat kohët e fundit janë shtuar më shumë duke parë dhe në rrjetet sociale ose në TikTok ku të rinjt ose adoleshentët bënin video në kombim të diçkaje, pra ishte dhe ajo si në formë basti, si në rastin në fjalë. Pra, prindrit duhet kenë në kontroll fëmijët me rrjetet sociale, gjithashtu shumë e rëndësishme dhe kryesore është psikologu shkollor, shëndeti mendor në shkollë. Unë vetë si psikologe që kam punuar dhe në shkolla, është alarmuese që një psikologe për shembull të ketë 3 shkolla në mbikëqyrje. Është shumë e rëndësishme bashkimi i familjarit, domethënë prindit, mësuesit dhe psikologët për të ndjekur hap pas hapi problematikat e fëmijës. Problematikat kanë një kohë të gjatë, nuk lindin në moment. Pra, ai fëmijë mund të ketë qenë gjatë gjithë kohës në presion që nuk është afruar ndaj shoqërisë së tij, dhe atë veprim ai e ka bërë jo vetëm për basin, por për t'u treguar atyre që dhe ai është i Zotit të bëjë diçka që ato ja kanë ofruar në kombim të basit. Është e rëndësishme të ndalemi patjetër tek mënyrat efikase se si mund të shkojmë drejt zgjidhjeve të këtij problemi. Adoleshenca është përgjithsisht një moshë brisht shumë e vështirë, akoma duke u formuar, akoma duke njohur veten, por si mund të krijojmë, po themi, një mjedis më mbështetës, më përkrahës, sepse shpeshherë ndodhet edhe një tjetër problem, Anthi, që pavarësisht dëshirës mirë të prindit për ta dëgjuar fëmijën dhe për t'i krijuar terrenin për të folur gjithçka me të, nuk ndodh, dhe kështu rrjedhimisht fëmijët stepen dhe prindi mbetet i pa informuar lidhur me atë se çfarë fëmia është duke përjetuar. Unë mendoj që roli i prindit nuk duhet shteroj kurrë. Pra, prindi duhet të jetë gjatë gjithë kohës në komunikim me fëmijën, duhet ta ketë fëmijën gjatë gjithë kohës në kontroll. Pra, rrjetet sociale, shoqëria është shumë e rëndësishme, mjedisi ku ai po rri, fëmia ka nevojë për vëmendje, dashuri dhe kufi të shëndetshëm. Edhe diçka, prindrit duhet shojnë më shumë fëmijët me aktivitete fizike sepse me aktivitete teknologjike. Pra,
aktivitetet teknologjike, lojrat ose rrjetet sociale këto i kanë bërë fëmijët që t'jenë më problematik dhe më të varur për të pasur presion ndaj shoqërisë ose mjedisit ku ndodhen. Dhe nuk duhet të presim një tragjedi për të vepruar. Pra, nuk duhet të ndalojmë prindrit kurrë një kërkesë llogarie pra fëmijëve që gjatë gjithë kohës të kenë në kontroll. Nëse i ka në kontroll, prindi nëse nuk e ka mundësinë vetë, pra mund t'ja sugjerojë mësueses, mësuesja mund të konsultohet me psikologen e shkollës dhe kështu mund ta ndihmosh edhe fëmijën më shumë. E drejtë. Është shumë i rëndësishëm bashkëpunimi, pra. Nëse ti nuk e ke forcën ta bësh vetë, duhet kërkosh ndihmë patjetër, mësuesja, psikologja është shumë e rëndësishme. Janë të gjitha si një zinxhir që funksionojnë së bashku në të mirë të një të riu apo një të reje. Megjithatë, do doja të ndalesha tek këshilla praktike. Është e vështirë të komunikosh me adoleshentët sot, aq më tepër për breza të tjerë, të cilët kanë përjetuar ndryshe rinin e tyre, kanë përjetuar ndryshe adoleshencën e tyre. Disa këshilla praktike do doja, Anthi, se si mund t'i drejtohen prindrit fëmijës në komunikim qoftë, pra cilat janë disa prej fjalive që mund të përdorin, si ta nisin bisedën me ta, dhe t'i japin kështu rrjedhimisht dëshirën që ata të shprehen lirisht dhe pa e ndrojtur veten. Tani duke marrë parasysh që familjet janë të ndryshme dhe kulturat janë të ndryshme, kryesorja dhe baza është vetëm komunikimi. Pra, ti dhe nëse se arrin dot fëmijë për shembull me teknologjinë ose gjërat kanë ndryshuar, paktën komunikimi nuk duhet të ndaloj kurrë, komunikimi dhe kontrolli. Gjithmonë flasim për kufit të shëndetshëm. Më pas prindi e di vetë se si e ka komunikimin me fëmijën, se si mund t'i flasi, pra praktikën me fëmijën, se si mund t'i kërkoj ose llogari, ose pa e dëmtuar atë, ose pa nxjerrë pa momentet agresive. Gjithmonë komunikimi është baza kryesore. Një tjetër aspekt janë gjërat materiale, për shembull një telefon, një smartphone i fundit. Shpeshherë të rinj gjenden përballë presionit që duhet ta kenë atë pajisje sepse e ka një shok i tyre. Të gjithë në klasë e kanë. Si duhet të veprojmë në të tilla raste? Duhet vërtet një prind, se ne i dim problemet ekonomike të Shqipërisë, ka dhe prindër që futen në borxhe vetëm për t'i bler telefonin e fundit që mos ndihet i përjashtuar nga shoqëria. A duhet realisht ta bëjmë këtë? Edhe kjo është një problem. Unë vetë si psikologe nuk e sugjeroj, domethënë plotësimi i dëshirave të tepërt mund të bëhet në një kombim. Pra, ti mund të përdorësh teknika me fëmijën ku mund t'i thuash që nëse ti e don atë telefon dhe ti për shembull do studiosh ose do lexosh këtë librin për një afat caktuar. Pra, ndonjëherë dhe prindit duhet futen në rolin për të bërë terapi me fëmijët e tyre, do të thënë në këmbim të dëshirave të praktikojnë edhe gjërat që ato kanë të nevojshme, leximin e librave, stërvitjen, aktivitetin fizik e tjerë. Ku është momenti i duhur që një adoleshent i drejtohet një psikologu për ndihmë të profesionalizuar? E dim që ende, pavarësisht punës madhe që është bërë, të shkosh te psikologu mbetet një tabu në Shqipëri gjithsesi. Unë dhe vetë si eksperiencë që kam punuar në psikologë shkollore, madje kanë qenë prindit ata që i shtynin fëmijët dhe thonin që nuk duhet të shkosh te psikologu sepse mendojnë sikur fëmia është i sëmurë dhe duhet të shkojë te psikologu. Nuk e mendojnë që për shembull mund të shprehë një dëshirë ose një frikë që mund të ketë, mund ta shprehë me dikë ndoshta që nuk e njeh, për ndjenjat e faj për shembull që mund të kenë bërë. Prindit mund të jenë dhe një shtys negative. Gjithsesi, për të ardhur te psikologja e rëndësishme është gjendja e ankthit që fillon në moshën e adoleshencës, frika, varet për çfarë mosash flasim, kur janë periudhat e provimeve. Anthi, për ta mbyllur, një këshill të fundit apo diçka të fundit që ti do doje ti thoje çdo të riu, po një herazi të mbetemi pak edhe aty ku e lam tek roli i mësuesit. Çfarë mund të bëj një mësues apo jo vetëm edhe institucionet për ta forcuar akoma edhe më shumë mësuesin si institucion, sepse i tillë ka qenë për herë, le të themi.
Unë nuk mendoj që mësuesit kanë ndryshuar, mendoj që kanë ndryshuar brezat dhe mësuesi mundohet që të përshtatet me brezat, prandaj ndoshta ka ardhur kjo pjesa e tolerimit dhe nuk është më ai mësuesi autoritar si ka qenë atëherë që ne rrinim nën frikën e mësuesit. Por nuk mendoj që është një gabim. Një këshill të fundit për të gjithë të rinj për ta mbyllur sepse jemi në limitet e minutazhit. Për të gjithë të rinj do thoja që mos të ndjen në presion dhe mos të bëjnë gjithmonë çfarë don shoqëria, për ato çka ndjejnë ato dhe të kenë besim te vetja e tyre, forca e tyre, pra mos të komandohen nga të tjerët, mos t'ju tregojnë të tjerëve se s'bën që ato janë taf, pra të kenë besim te vetja e tyre, aftësia duket në një mënyrë tjetër. Janë fjalët e duhura për t'i thënë në këtë rast. Anthi, të falenderoj për kohën dhe për bisedën dhe të uroj një ditë sa më të mbar. Mirë, përpafshim.